Bukur, kemi mbritur të dashur miq në hapësirën ku do të komunikojmë së bashku tashmë ashtu si kundër bëjmë çdo mëngjes me të gjithë ju që merrni telefonin dhe bëheni gati për të komunikuar me ne. Jemi kurioz të dimë se kush do të ketë ardhur i parë ditën e sotme, megjithatë e presim. A kemi telefonatën? Alo. O Fredi, mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Po si u gdhive më Fredi? Po mirë, si u gdhit juve? Mirë, faleminderit. Qysh jere, baba? Ju më zonjë. Të shkëlqyer, të mrekullueshëm. Qysh jere? Po mirë, juve? Qa bën për të bërë? Po qa do bëjmë, ja? Të zuri gjumi dje që nuk i gjete pyetjet? Po lere se unë kam një skegje që unë shpejtoj shumë, po unë marrë delinën, djeri fyllit taj, djeri se ke nge. No, bo. I riu si veriu. Zhusti thash më bere, Viktor Zhusti u plake dhe... Të thash mos unë zito. Ta tham disa herë, ma presorit e ta po qyshe nuk qenë nga Viktor Zhusti. Jo, theti nuk është. Do ta provojmë sot. Prap me filma, jo. Po jo, sot kemi tjetër gjë. Filma. Jo, sot kemi tjetër. O, jam lodhur në Fredi për t'i krijuar këto. S'mund të më neglizhosh kështu. Më gjej një me pull të kuqe të kalem dhe filmat. Po mirë, hajtë në të shohë. Po e gjithë. Apo do luash me këngë? Do ta provoj njëro. Me këngë? Me të treja, jo. Po kalove këtë round, mund të shkosh në roundin tjetër. Pa, më pëlqeo e shiko më presar, faleminderit. Tani, dëgjoj me kujdes. Çfarë është diçka e fortë që vjen në forma të ndryshme dhe hyn në përvrima të vogla? Çfarë është? Jo. Diçka e fortë që vjen në për forma dhe për masa të ndryshme dhe hyn në vrima të vogla. Fjala. Kusha? Fjala. Jo, është e fortë, si mund të vika. Çfarë është? Me se shiko, ka një sens, ka një lloj të drejtë logjike, se fjala në mënyrë edhe metaforike... Po është gjë që e prek. Fjala vret shumë se plumbit të më thënë që... Po, ke drejt. Po, e kuptava. Ke drejt, po. Kjo të vret më shumë. Çfarë është? Diçka e fortë. Që vjen në forma dhe për masa të ndryshme. Pa bëj edhe një edhe gjesti që ta kuptojmë. Që hyn në përvrima të vogla. Ç'është ajo? Sirolapsi. I afruar, po jo. Nuk hyn sirolapsi, gjikundi. Ku futet? Nuku. O, Fredi. Na tu prove, Fredi. Na tu prove. Dhe ta mbyllim, se kështu e lam rregullin. Mund t'jetë kaq i vogël, por mund t'jetë dhe kaq. Mund t'jetë edhe 20 centimetra. Jo, nuk e kalon. Po tani e di ti e po di unë. Po ka mërë edhe ashtu, po këto portat e mdaja, mba mund t'i në ato filmat e tua? Porta, thot. Chelsea. Chelsea. Bravo, Fredi! E gjetët të dy bashkë. E gjetët të dy bashkë. Fredi, e gjetëm për gjysëm. Chelsea sukses. Bravo, Fredi, bravo. Tani do... Do e gjemë, për do ta gjemë nga drega. Se mua të vje sinjali. Tani, kush rigje në pyetje me filma për ty? Hajde, se i ke gati ti, pa hajde. I kam gati, e? Hajde. Atëre, dëgjoj me kujdes, Fredi. Kur është shfaqur për herë të parë në kinema aktoria Violeta Manushi? Tek filmi Fëmijët e saj, tek Tana, tek Debatiku, apo tek Fortuna? Tek filmi i parë shqiptar është shfaqur, tek Tana. Bravo, Fredi, e ke gjetur. Tani, ecim në pyetjen e radhës. Është bëri rrezikshëm, ë? Sa po më dhëm qapa. Por problemi është i kam bërë dhe këto pyetje disa herë. Atëre, aktori Naim Frashëri në filmin Plag të vjetra luan rolin e një kirurgu. Hec më ka gjetur. Ja, qatë. Atëre me kujdes, fokusohu. Po.
Në filmin i treti, kush e luan në rolin e Qazim Belulit? Reshat Arbana, Stavri Shkurti, Rikard Larja apo Guljem Radoja? Në filmin... Nuk e kap ma. Shqyr. Tani më tregon. Çfarë filmi ishte i treti? Filmi i treti, kush e luan në rolin e Qazim Belulit? Qazim... Reshat Arbana. Reshat Arbana. Ja. Më në fund. Më në fund gabove. Jo, pra, jo, në rregull. Jo, pra, jo, në rregull. Nuk e kam parasysh fare. Nuk e ke parasysh, ishte Stavri Shkurti. Ik tani, Fredi, ik se te pruan, Fredi. Ta thamë përgjigjen që mos lodhesh të bësh kërkime më vonë. Po mos të ngeli me rak deri nga dreka. Ik se po të rasin, ik. Ik se po të rasin, Fredi. Erda! Miru pafshin ditë mbarë. Do bëjmë pyetje kujtësindit. Kush e thëriti Fredi? Një. Bravo, Fredi, bravo. Më pëlqeu. I këndshëm. Shumë i këndshëm. Arriti gjeti Chelsea, ne, pandim. Emra, si i gjeti va. A i qoftë. Po se ishte dhe... Ishte edhe e vështirë. Ishte edhe këshu me kleçko. Ku qenë këtë me kleçko? Kam një tjetër si ka me Chelsea. Po, ta presim apo do e thuash një? Jo, e presim, s'ka problem. Okej, alo mirëmëngjes. Alo mirëmëngjes. O, bërdi. Bo, hap filmat, Flora. Po jo, kështu si që e bëm Fredit. Po gjeti, no, ka regull. Duhet të gjesh këtë njerë të pyetjen e parë, pas të kalosh të raundi tjetër i pyetjeve. Unë punoj për atë lartë, kjo shefje. Ska bolda, ka regula këtu, regula jo gjithmonë bëm për të thyer. Do njerë e duhen zbatuar. Si falët e filmi Kura për gjurtetës, ka regula dhe këtu, sa përgajeti për i Tirane. Ashtë. Që është kjo film shqiptar? Ka regula dhe këtu në si në Tiranë, po. Matilda, thujnë regula, gjithmonë ato janë. Jo, i kemi thyrë shumë regullat për ty, sot nuk do të them. Gjej këtë me kleçk që i ka presori sot, nuk e di se ku i ka gjetë, do më thënë. Pastaj shkojmë tek kategoritë e tjerave. Gjithë një faqe të re. Po të të vovën kohën këtë, të ndëry me filmat. Nuk është qështë e për të gjeje, ka është thjesht, mund të gjesh. Mos u dërshdo. O, Fredi, a je burrat të të vendosti, burrat vendosin një gratë. Jo, s'ka, iku Fredi, e thirën Fredit. Më falë, nga trova Fredi se foli pare. A ma mira, të se. Gjeje tani si e kam, se my kjo... Flori, hajtë, se për ndimojmë. Dë gjotës. Hajde, shpet shkrepe. Më nisi nga trova nga që foli Fredi, ta do Flori. Ska gjë. O bërdyr. Vendose vetën Flori. Dë gjo, shiko, do të ndimojmë. Me që se e bëm... Ore ka regullat, do zbatojnë gjitha regullat sot. Matilda, do la shajnë tjetë, do në kohën këtë. Thuj, profesor, unë jam sa vjetë që jam? Kushë? Së shme vjetë që kjo? A, shme qarështë. Shiko tani. Unë jam gjithmonë i fort kur jam i thatë, por i lëmuar dhe i butë kur jam i lagësht. Qëfar jam unë? Edhe njerë, profesor, edhe njerë. Jam i fort kur jam i thatë, por i butë dhe i lëmuar kur jam i lagësht. Qëfar jam unë? Kaloj një këshu këtyre pjatave para se t'i fusësh levat stabilje. Ngeci, karkaleci... Ajo pas, dhe kom damen për të filmat, po këtë kam të kom... e qartë. Po nuk shkon të filmat, po nuk kalove këtë ore. Po mirë, dë gjej këngë, pra adhe. Po nuk shkon as të kënga, po nuk gjetet para. Po, ashtë farë bloku më shumë. Po, jo, se i kemi thyrë gjithmonë regullat dhe nga kam bërë vretje. Pse atë e mbani me hatër, qash, kjo... Pas kam shumë bukre, do me rritin e kujtesës... që kam e vërte prit. Prit pra se të të gjej edhe njerë, jam i fort, kur jam i thatë. Kështu ishte? Dhe jam i but... Shpela piratve, Eva Lika... Po, shpela piratve, si ishte më na i gjema si ishte kësë këngjeri. Nisri Kurzije, tha, bravo e ke gjetur. Par që thot, jo. Bravo. Jo, nuk ishte e vërtet, nuk ishte e sakt, ishte sfungjeri, gjithsesi. Me hile kaloj e klasën prapë, se e mësuar ti të bësh hile, të bësh kopje. Ja, kështu, e themi, ne puno fort që të arrish sukses, jo, më farë. Do bëjnë një gabim atje në hidrocentral. Jo. Atere, dëgjoj me kujdes, Bardil. Në filmin Rrethi... Po pra, do në lësh pa drita, atë thash. Dëgjoj. Në filmin Rrethi i kujtesës,
Aktoria Ermira Gjata lua në rolin e Elit, Anës, Gentës apo asnjërës? E ke parasysh filmin Rrethi kujtesës? Po, patjetër. Është shoqja e saj. Tani si e ka emrin Ermira Gjata në film? Eli, Atë Ana. Ana më duket. Alo. 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 Miru pafshim, Kosova e Nuk e ke gjetur, Bardyl. Na. Si ka, për kërështi? E ka Eli. Si? Eli. Eli. Jo. Okej. Ma mbylli telefonin. Po tani? Sa ku mbyll telefonin, po jo së më vjezori, së më shpudje, para... Jo, ma mbylli Matilda, thotë, mbylli Bardylli për sot, thotë. Po tani? E po mirë, hajde pra. Çmi mërzite, shokët. Matilda do t'ja fike drita dhe kaq, hajde. Fike. Do t'ja fike drita. Fike, Qa okej. kisha bërë dhe Po një do pyetje. luash dot. Qa kisha bërë dhe Do një na pyetje. fikesh dritat nuk do na shohësh edhe nuk do luash dot. Ore ti mos më bëj presion mua, ua ç'është kjo? Po sa e bukur që nga kjo me Pavlina Mani. Po nuk e gjete, prapë se gjete, ta dash mundësinë edhe pse me hile, si bën presori, nuk e di pse presori gjithmonë bën me hile për ty, po ta dash mundësinë, nuk e gjete, prapë do ti tani. Mirë, hajde, të lam të jetë lojnë pra. Na e mërzite Bardyllin në shka. Jo, duhet jetë më i kthjelluar, më i përshëndruar. Egrë, s'kisha bërë. Qa të bëjo, Flori? Ti s'vendos do, të unë jam largë. S'vendos do qa të bëj, duhet konsensus. Gjithmonë me konsensus. Gruja forcë e madhe. Po. Të përshëndesim, miru pafshim. Ashtu i thotë e tipi kapetani, gruja forcë e madhe. Ashtu, pra e tani fole bukur, për gjë. Futi një këngë tani, Bardylli. Futi një kategoria këngë. Faleminderit, Bardyll. E po, kishte me cikël, pra. Po të gjeshtë raundin e parë, lojën e parë. Kemi një 10 minuta që po merremi do luaj, s'do luaj. Jo, pra, jo. Jo, më kemi dhe qa bëjmë, me thënë vërtetën. Me gjitha të, ik Bardyll, s'ka problem, erë tjetër, miru pafshim. U stresova. Ore Flori, dëgjo këtu. Dëgjo Flori se do marrësh pra lajmërim për përjashtim nga shkolla. Pse? Po mos bëj me hile, more. Që hile bërë në shkolla? Mos bëj me hile, tani, se mërziten gjithë. Kush do mërzitët? Vetëm Bardylli luan me filmat edhe Fredi, asnjë tjetër. Mërziten të tjerët, pse ja jepni ju mundësit, për ata jepni disa variante, nëse gjejmë një herë. Askush nuk e dali pak kënaqur nga kjo lojë, kushdo çfarë ka kërkuar diçka e ka marrë gjithmonë. Më thuaj dikë për shembull që ka thënë, si s'ma bët kështu, si s'ma bët ashtu. Ne kemi bukë të ndryshme, të pjekur me fara, të zezë, të bardhë, si ma do, ku ma do. Alo, mirëmëngjes. Po, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Po, si jeni, si u kama? Mirë, si jeni ju? Është se ka shkë? Mira, u të zoti. Jo, nuk është therseka, është lush-lushi. Jo. Por. Dora veta, shlush dema. Mirëmëngjes, lush. Kur hini partia komuniste, kur e pat zogu e pat dema, e këthyne më bone lush-lushi. Shishis. Dema, lush-lushi, Si e ke pasur për para, si e ke pasur se së gjovë? Lush Dema. lush dema. Po pse pranove ti lush ta ndryshosh emrin? Po mboni partia komuniste me ndru me zërë. Me zdorë, ë? Shish. Po bukur ta ka bërë prap, lushi se ke keq. Pa ja, ma pruni ofer, nuk palë. Shkolla, në kjo profesor, Urdhro me profesor. ka kanë me mësu me nërtuat zonë, shkolla ka kanë me mësu me vrarnikun, jo popullin e vetë. Jo popullin e vetë. Patjetër. Shkolla ka kanë, shkolla praktika, unë e kam ba ushtërinë. Se dikush të ke bëve për shdërit, por e kam ba të artilleria Romë. Çfarë thua? Akuzit të kësorë. Çfarë vendi e ke bërë? Paradet e topat e minë, kur kam ba paradet. Ku e ke bërë, në Kufi? Jo, në Tiranë, Zallherë. Në Tiranë, Zallherë, ua. Po mirë, s'pas ke vuajtur shumë, pas ke qenë në qytet, se ka nga ta që kanë bërë majtë mali. Pa edhe në kodrat kuqet që të ti Zallheri edhe këra po. Pa, Zallheri, me gjithse Zallheri dikur është konsideruar largë.
por tjetër punë. Është do në kom? Ka pas bulimin, ka pas tanket, ka pas artillerie rom, ka pas dëgjot, specializuar aty, asët për. Ja, drejta saj rruge, po vim prap Lushi, do filloj prap ushtria, do më të shërbimi ushtarak i detyrueshëm, do fillojmë të armatosemi, e ke dëgjuar s'po bën Europa, besoj. E mirë është, nuk lehet shtëpia pa i spata, pa i kvesa. Do fillojmë prap shuli, lozi, tyta, qyta, montohet kështu, çmontohet ashtu, gjilpëra. E kuptoj, po e mirë është, atë do të me mbrojtë. Kërkush shtatrun kryt të në si dura jote. E vërtet është. Mirë, Lush, tani, për postë problematikave që ne nuk mbasim rast për t'i përmendur, do të luajmë ditën e sotme, ke qef? Po, hajtë ta lozëm i luj. Me çfarë do t'i kësa radhe? Po, si ta morin me një aty, profesori na të luj. Hajde, profesor. Stalon fëmija se dojnë me pas si tona të televizor. Bukur, unë them ta provosh me një këngë. Po mirë, ja, shfrytëzojmë rastin, derisa të zgjohen fëmijët, shfrytëzojmë rastin të luajmë me këngë, për shembull. Të shkon një këngë sot, Lush. Një këngë, madje unë mendoj të vejmë një këngëtare nga Shkodra. Seriozisht. Pa ka shëndim dhe ja japim Lushit. Unë them këngëtare nga Shkodra, vendos një këngëtar, e kupton? Mi ka trunë, unë Edmond Mancaku. Por gjëndet Edmond Mancaku, ka tani. Pasha zotën me të kalzu drejten. Jam me digjuni të vërvëri, po nuk në kujtohen se që di... Edmond e ka emrin ky, o Lush. Edmond e ka emrin. Edmond Brahimia? Jo, mendoj pak. Prit. Del gjithmonë me qitharo. Po. Edmond Ma? Ma? Ja, ta gjoja punë. Aha. Ashin shiriti kongëve, po këna halin të mërës dhe të një. Na bani problemi fije bujësin, se për zotën e këna ngusht me plektori. Na ka hi virusi janë të cofë vaktia. Po, i këtë na kini kujdes jo. Ka hi virusi? Po, sëtë, lesh. Një ka të rru për zëtë një anor sëtë. Jam kry palomë. Anton Manqaku. Bravo! Manqaku! Amba Lush se kishe me një të vetëm të ankesat arrove që shkruaj. Po. For Lushi nuk e gjeti vetëm. Jo, ishte me ndimën e zonjës, ashtu dhe rofshin zonjat, forca e madhe gruaja. Tani bli një buqet me lule zonjë sot për këtë që lexoj. Një buqet me lule, pa, i takon. Faleminderit me jush. Faleminderit ju. Të përshëndesim Lush. Ditë mbarë, pala zonjës. Jo, prit zoti marë. Faleminderit. Është bërë më simpatik se në sezonin që shkoj Lush. Po, për gjithmonë edhe atyre kote kishte atë, ishte si formë buroje, ndoshtë që donë të vendoste. Është bërë me i dashur, tani fillon të regon gjëra për peshkimin, për ngjallat që ka për bret kotat. Megjithatë, pavarësisht se me Lushin është natyrë tjetër telefonuesi, që shpesh sillim në vëmendje ankesa, probleme, shqetësime etj. Do doja të bënim një moment referuar asaj që tha shqetësimin që kishte. Në fakt, kohët e fundit edhe në bisedat që ne kemi këtu me të ftuarit në studio, thuhet se po shfaqen problematika të ndryshme tek bujqësia, si rrjedhoi edhe e përdorimit të pesticideve, apo edhe tek blegtoria, tek viruset e ndryshme që mund të shkojmë qoftë nga gjedhet, qoftë tek derrat, po edhe tek shpendet. Pra, sigurisht që përgjatë gjithë kohës gjitha këto problematika janë shfaqur. Urojmë dhe shpresojmë që referuar edhe shqetësimit që tha Lushi në fund, patjetër që të merret një vëmendje më e shtuar nga gjitha organet, qofshin ato të pushtetit vendor, po qofshin ato edhe të pushtetit qendror. Bukur, e kemi telefonatën e radhës, besojmë do të jetë e fundit për ditën e sotme. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Si u ditë? Mire, po qëshje? Po mirë jemi atë në beskën e vogël, si e keni me?
se vdekë për atë. Aman, është bërë mirë, Lere që pyet mama si bëhen të tasimoj, të rreza e tërë. Mashallah. Sa vjeç vajti? Bën guguqesh. Sa vajti ma, sa vjetë. është muaj, disa muaj. Ose ne burrat vjeç që themi gjithmonë, vetëm ju i masni me muaj. S'ka vajtur një vjeç e kemi, kur si ka bërë akoma, i ka kaluar 1, bën 2. 7 muaj, mashallah. Po 7 muaj që tani ajo të njese, qeshe. Ka do të vëburat e vejus. I një bërë të pakapshëm. Po tani që e di si jemi në vipat. S'na ka bërë. Jemi në vipat. Telefonua Sulejmanit paktën. A i me të vetën mund t'jetë përpjekur sot, ose mund t'a ketë bërë dhe pushim qëllimisht që ju mos t'ja veshtit e gjithë fajnë ati. Ka filluar të azëri lemza të shkretin mjes për mëgjes. Po, duke fjetur. Jo, unë mendoj ndryshe, e përfityroj ndryshe Sulemanin, i shtrirë aty në koltukun e vetë, me kafe në dorë, në dëgjon ne dhe thot, që kënash. S'pë la rahat, njerë që ja tregoj nesër unë atyre. I pari do t'a kap telefonatën prapë. Ja dhe unë kafe po pi, edhe po ju dishoj. Të bëfte mirë. Mirë ke qënë me shëndet, Minerva, se ta kuptojnë edhe. Mirë, më ti të mi. Super. Bukur. Tani, Minerva, me qëfare do? Me pull të kuqe? Me këngë? Pull të kuqe, më ta të gjakun të shi. Se o të prishe të gjakun të qe? Sa të doni. Me këngë. Me kuqe të keqe, ore, Flori. Zoja, prishe gjakun. Prishe më s'qoftë, Flori. Ne kemi simbol o të kuqe këtu. Po jo të që ke këtu. Po jo se bëj shaka, ma pull të kuqe. Ku ta gjej njërë, s'kam ku e gjej. Po më mi luaj me këngë. Nuk ka. Cile ti po pull të kuqe? Një pull i shilë. Rendë. E themun ashtu që të intimidoj që tu është jo, me këngë. Sa të duash. Ja, dhe të gjejmë një këngë. Një këngë së bashku nga Shkodra. Të fusim prapë Gjërgan Gjiu këtë radhë. Nga Shkodra është njëra nga këto. Shkodra më në fund. Kur të dalë pra djeli, jo mos, ti mos më zjo. Dyshe, po së kujtojë të si muaj. Dyshe. Kjo vajza është nga Shkodra, pritani. Kjo qupa është nga Shkodra. Është re. E re në mosh, ka bërë këngë të bukura, nuk këndon, ka disa vite që nuk këndon, më. Ka dalë nga një... Rosat le të lajen. Prapë do të thajnë, për rosat për slipë. Konkurset e këngës. Nga këto konkurset që bëshin atëhere, si që është konkursit e të sprem të sëmbërma? Jo. Rosa... Rosella? Së di, jo. Nuk po kujtojët, ne, se nuk po më... A, së tyro? Gjyllë... Gjyllbegu, se si e kam duke. Rosella Gjyllbegu, kjo që punon këtone... Rosella, me gjetë... Me kjo që punon në këthesa, këtu sa me në këthesa. Kemo Rosella Gjyllbegu. Po se që këndodhe me një tjetër, po... Mos të lëm pa eme. Kush është kjo Arbër Arapi? Arbër Arapi, po. Rosella bashkë me Arbrin për shpëritje... Zemrash. S'ke fajti, se ka që ullët sa për shpëritën këta s'mund të gjesh. Falemderit, Minervë, të urojmë ditë të mbarë, falemderit që more. Rosi. Ishte shumë knajtësi që u dëgjuam. Falemderit. Rosi u kapi miqë. Pu. Pa kapshëm, bre. Si shda presori, kështu e kemi në vipat. Pafshim, falemderit. Falemderit e dashur, falemderit ditë të mbarë të bukur edhe për ty, dhe presor, ikim. Ikim pa që më vonë, sepse Erik Loshi ndër të tjera thotë jo. Do kisha qef t'ikja sot si në tapet kush.